Ne kemi marrë një Shqipëri me një pajë tragjike në vitin 2013 nga gjitha pikpamjet e gjitha parametrave të shtetit, nga gjitha parametrat e ekonomisë, nga gjitha parametrat e shërbimeve më jetike që kishin bëni me ujë, me drita. Jo, se në Shqipërinë e sotme nuk paguan Tirana dritat e qyteteve tjera të Shqipërisë. Në Shqipërinë e sotme nuk paguan themi vetëm kryeqyteti ujin dhe pjesa tjetër e vendit mos paguaj faturat e ujit. Në Shqipërinë e sotme nuk ke asnjë nga situatat, asnjë nga fenomenet që ne kemi mbartur, që ne kemi trashëguar në vitin 2013. Po them që nuk e kanë. Ne kemi marrë në vitin 2013 një vend i cili nuk kishte fonde për të paguar faturat dhe situacionet e gjithë punëve publike që kishte nisur. Ne kishim një minus dhe një buxhet shteti i cili lëngonte sepse nuk paguante dot detyrimet e pak punëve publike të nisura. Ne kishim një FMN dhe një bankë botërore, e cila po nuk kanë faj gjenerata Z. Se krahasojnë me 2013? Jo, një minutë, po kjo është shumë e rëndësishme. Për gjeneratën Z bëjmë dallimin, të lutem, për gjeneratën Z bëjmë dallimin që ata nuk e kanë jetuar atë periudhë. Ata nuk e kanë atë informacion. Dhe ata kanë të drejtë që sot pa durimin e tyre ta shpalosin ndryshe. Po për këta të tjerë si ky djalë që sapo foli, është e pafalshme, sepse ka jetuar dhe e njeh Shqipërinë 90 me 2026, që të mos bëj dallimin midis Shqipërisë deri në 2013 dhe gjithë barrësin ne duhet mbanim 2013 e këtej dhe Shqipërisë së pas 2013-s. Dhe FMN-ja me bankën botërore nuk e din ata fëmijët, sa ata nuk e din, po ky djali që sapo foli e di që FMN-ja dhe banka botërore thoshte ulni pagat në qoftë se doni të arrini në parametrat që të mund të ulni dhe të mund të zbusni borxhin publik. Pra FMN-ja dhe banka botërore në vitin 2013 i thoshte qeverisë ulni pagat. Qeveria thoshe jo, unë do shkoj drejt rilindjes urbane, unë do shkoj drejt turizmit si ekonomi, unë do shkoj drejt një planit zhvillimor të këtij niveli apo të atij niveli, megjithëse kishim mbi 500.000 ndërtime informale pa leje, kishim qytetet që lëngonin nga një base edhe ata para 2013 to halle kanë pasur. Jo, nuk kanë pas to halle, se ato halle i ka krijuar ata 2013 kanë qenë në gjë, se ata halle i ka krijuar Orteku i pa planifikuar dhe Orteku i ndërtimeve pa leje dhe Orteku i zaptimeve të tokave, Orteku i zaptimit të atyre tokave që ka qenë tokat e ishpronarëve në rrethinat e kryeqytetit dhe qyteteve të tjera, të cilat Komisioni i Kthimit të Pronave dhe Komisionet e Kthimit të Pronave në vite duhet i kompensonin ata pronarë, se nuk i din, kalamajt nuk i din, po këta çunat e rritur i din. Se thonë sot që po si ka mundësi që tokat atje dhe tokat tu dhe tokat në Brege, tokat andetje, tokat në Poro dhe tokat atje i ka kthyer Komisioni i Kthimit të Pronave. Po i ka kthyer Komisioni i Kthimit të Pronave sepse tokat në periferinë e qytetit, familjeve të vjetra të Tiranës apo familjet të vjetra të pronarëve nuk kishte ku t'ia kthente, se i zun njerëzit që erdhën me të drejtë në një farë mënyrë, po edhe në mënyrë të çorganizuar në vitet kur nuk kishte asnjë lloj politike shtetërore, pra në vitet e para tranzicionit, në mënyrë që njerëzit vinin dhe të futeshin nëpër ndërtesa të cilat mund të ishin kolektive, të mos zinin atë sasi toke, të mos shkatërrohej industria në atë nivel që shkatrua. Kjo solli një çurbanizim, kjo solli një çorganizim dhe një kaos të një niveli që në vitin 2013 e kishim në tavolinat tona si detyrë e parë punës. Ka një të drejtë nga kjo protestë që mendoni se kanë të drejta qytetarët që protestojnë? Për shembull, ju nëse do ishit pa kostumin e deputetit, pa kostumin e ministrit, do protestonit një ditë për një gjë që nuk shkon në vend. Unë po flas së pari si qytetar, nëse ne nuk shohim njëri tjetrin në sy, dhe nëse ne si qytetar nuk pranojmë disa të vërtetat që janë kokë forta të vendit tonë, të jetëve tona, që ne i kemi hasur në gjithë jetën tonë. Po qeveria pranon pa parti, po ta them unë. Këto janë vërteta që duhet bien gjithë dakord në mënyrë të padiskutueshme. Ne i kemi jetuar këto vite, ne mbajmë barrën e atyre viteve. Paja e Sali Berisës është tragjike deri në 2013. Pastaj futesh edhe fillon me një impian qeverisës ku administrata përdorej për doping për partinë e vogël aleate. Partia e vogël aleate mundsonte llogaritën e qeverisë dhe ne nuk ishim përgatitur që të shkatronin më tej administratën për të mbajtur qeverisjen. Në 4 vitet e parë të qeverisë, mandatin e parë, jemi munduar që të shpjegojmë shqiptarëve si dalim ne nga ky makth ku na duhet të shkatrojmë administratën për të ndetë në pushtet. Shqiptarët na dëgjuan, na besuan dhe tani këtu hym në pjesën politike dhe në vitin 2017 fillon era e Shqipërisë së re. Dhe era e Shqipërisë së re për gjithë ata kalamaj që nuk e din atje dhe që u falet, dhe për gjithë ata çuna të rritur që e din dhe nuk u falet, që bëjnë sikur nuk e din. Shqipëria e re është kjo që kemi tani.
Shqipëria e re ka filluar në vitin 2017. Shqipëria e re sa po fillon punën e vet dhe kantierin e vet, në vitin 2019 keni parasysh një kantier të një gjire të madhe të jashtëzakonshme, në 2019 vjen një tërmet, vjen një tërmet i dytë dhe kantierin me gjithë skelat dhe me gjithë armaturat që ti ke ngritur për ndërtuar vendin ti rrezon për tokë. E di çfarë ka qenë fatura e tërmetit? Kalamajve nuk ja shpjegoni. Po ja u shpjegoj se ndoshta kanë haruar edhe tërmetin ata. Por atyre bashkëpunëtarëve të mi që unë kem në mendim se zgjidhet një shok për të pirë një kafe, fëmijërie apo rinie, si t'ja shpjegoj atë? Një gjallë sot nga një tërmet në Aquila se ka qenë student atëherë atje dhe për fat Zoti e shpëtoi. E dini ju që në Aquila të Italisë ka 17 vjet që ka rënë tërmeti dhe ndërtimet, ndërhyrjet për ndërtimet edhe të gjitha ndërtimet për strehimin e qytetarëve, por sidomos për shkollat dhe për gjithë banesat e zonave të prekura janë nivelin 50%. Në Itali, vendi G7-s, ndërtimet për rindërtimin e tërmeteve të vitit 2009, në mos gaboj, pra 17 vjet përpara, nuk kanë mbaruar as në gjysmën e tyre. Në vendin tonë rindërtimi është trajtuar, është superuar, është kapërcyer dhe jemi në 90% të zgjidhjes problemit. Ne jemi një vend që kemi qenë në gjunjë more ekonomikisht.